Ka shkuar në 2 numri viktimave nga atentati i kryer në Rinas. Muçi Shaliani, i njohur ndryshe me mbiemrin Sheqeri, ka ndërruar jetën në spitalin e traumës. Ai qëndroi prej 5 ditësh në gjendje të rëndë si pasojë 10 plumbave, 2 prej të cilëve në kokë, që mori nga breshëri që u lëshuan ndaj tij dhe Gilmando Danit. Ky i fundit humbi jetën në vendngjarje në 11 nëntor. Shaliani dhe Dani sapo ishin kthyer nga Barcelona, kur ndaj tyre është bërë një atentat. Autorët u bën prit në rreth rrotullimin pranë aeroportit të Rinasit. Sipas e plumbave, Dani humbi jetën menjëherë në vendngjarje, ndërsa fillimisht Shaliani mbeti i plagosur rënd. Autorët më pas janë larguar në drejtim të fshatit Halil, ku dogjën makinën, një mjet tip Toyota Yaris. Prej aty, gjurmët e tyre janë zhdukur. Policia ka shpallur në kërkim ylli zallën, pasi në shtëpinë e tij është gjetur një sten alarmësh një ditë më parë. Ka dyshime se nga banesa e tij ka dalë makina atentatorëve. Megjithatë, ende nuk ka konfirmim në lidhje me këtë fakt. Po ashtu, dyshohet se ai ka siguruar armët grupit të atentatorëve. Gilmando Dani, i njohur si krau i djathtë i Shullazit, kishte një histori të gjatë me ngjarjet kriminale prej vitit 2006, kur është shpallur në kërkim për armbajtje pa leje. Ai ka shpëtuar 2 atentateve, një në vitin 2011 e një tjetër në vitin 2015, kur ishte në shoqërinë e vet Shullazit. Në tetor të vitit 2024, ai është liruar nga burgu pas një vendimi gjykate për liri me kusht, për shkak se kishte kryer pjesën më të madhe të dënimit, prej 12 vitesh burg për gjobvënie. Nga ana tjetër, rezultoi se Muçi Shaliani është një agent i agjencisë mbikëqyrjes policore. Për këtë arsye, ka nisur një hetim për të zbuluar se si ai është rekrutuar në agjencinë që kontrollon punën e uniformave blu. Po ashtu është pezulluar gjithë zinxhiri komandues i forcës operacionale të AMP-s, derisa të zbardhen rrethanat e plota të kësaj ngjarje të rëndë.